Konferencën konstituive të kuvendit, e cila do mbahet më 15 prill, numrat për qeverinë e re, si dhe koalicionet e mundshme mes partive politike. Këto dhe të tjera do i diskutojmë bashkë me të ftuarin tonë Shemsi Ashari, analist politik. Zotri Ashari, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Përshëndetje, mirësevgje. Para se të kalojmë tek kjo pjesa e zgjedhjeve dhe mbase koalicioneve dhe formimit të qeverisë, duat ndalem fillimisht tek pjesa e vendimit të zërrejës që ka marrë pra këtë vendim sot për rritje të energjisë elektrike. A ka qenë kjo një lloj goditje për qytetarët e Kosovës? Është njëra prej goditjeve të vazhdueshme që kemi pësuar ne si qytetarë prej zërrejës. Koha kur zërreja ka marrë vendim për ta shtrejtuar energjinë elektrike, është një kohë kur kemi një mungesë të një kuvendi, një parlamenti funksional për shkak të zgjedhjeve, dhe nuk e kemi atë organin mbikëqyrës i cili do të mund të diskutonte se sa është e arsyeshme rritja e kësaj tarife në këtë kohë, se sa është bursa ku blehet rryma, a ka arsye ekonomike pse duhet me ushtrajtu rryma. Do thotë duket shumë kriminale vendimi i zërrejës në kohën kur kemi mungesë të institucioneve funksionale. Pra është frydzuar në farë forma, apo jo kjo pikërisht kjo periudhë? Duket shumë e qëllimshme koha kur është marrë ky vendim për me rrit, sepse nuk shohim asnjë urgjencë që ky vendim të merret para se më funksionalizu Parlamenti i Kosovës, dhe duket që komplet zërreja është në shërbim të korporatave të mëdha që bëjnë tregti me energji elektrike, pa e qarë kokën për xhepin e qytetarit. Ky vendim për rritjen e energjisë elektrike do t'i godet shumë, sidomos shtresën me pak të ardhura, shtresën e varfër, që për fat keq ka rritet çdo ditë më shumë. Sigurisht me këtë vendim mos shumë të pëson qytetari, edhe për shkak të asaj që nuk është hera e parë që po ka rritje të çmimit të rrymës në këto vitet e fundit. Qytetari po goditet, megjithse është pak e paqartë pse kemi një reagim jo shumë të madh të qytetarëve. Sot du pa që ishte protesta në shesh kundër këtij vendimi, ka pas proteste edhe ditë më parë, edhe ftesë publike për pjesëmarrjen në këtë protestë, megjithëse ishte një numër i konsiderueshëm i qytetarëve që doli kundër vendimit të zërrejës. Sot sheshi do duhet të ishte plot, sot zyrat e zërrejës do të duhet të bllokoheshin nga qytetarët dhe të mos lejoheshin as të mbajnë mbledhja, dhe kjo arrogancë me cilën po sillet bordi i zërrejës, e pam edhe skenën me gazetar, trajtimi që ju bë atyne, mungesa e llogaridhënies, një arrogancë dhe mos përgjigje në pyetjet shumë legjitime. Mund të merrni me mend që është trajtuar rryma dhe bordi i zërrejës vendimin cilin e ka marrë nuk e bën publik para media, po thotë që do ta lëshojë një komunikat, kjo për të ikur pyetjeve sqaruese që ka qenë një lloj frike nga ana e zërrejës për të dhënë llogarinë këtë rast para mediave. Këta kanë vendosur para aktit të kryer qytetarët e Kosovës, po në këtë rast edhe opinionin publik, me këto vendime duket si janë marrë shumë larg zërrejës, domethënë nëpër kuinta të caktuara nga biznese të caktuara, që tashmë nuk është sekret që njerëz të fuqishëm të kësaj qeverie që kanë edhe pushtet politik, po edhe që kanë afërsi të madhe me kryeministrin Kurti, janë pjesë e tregtisë me energji elektrike, dhe duket që këto institucione që do duhet të ishin mbikëqyrëse rregullatore për çështjet e energjisë janë shndruar në një vegël, në një mjet për të sjellë përfitime korporatave të mëdha energjetike, e që në fund të ditës duket se aksionarë janë edhe politikanë fuqishëm që po i shtin këto vendime përpara. Si keni parë edhe mungesën e një reagimi nga ana në këtë rast të qeverisë në detyrë për një vendim të tillë, sepse reagime ka pasur edhe nga presidenca dhe nga partitë opozitare, sigurisht edhe nga grupe të ndryshme. Një bardhje e mbruar nga qeveria e Kosovës, nga kryeministri Kurti, patjetër që nuk do të bënte asgjë pa miratimin e zotit Kurti. Do thotë kjo rritje e çmimit të energjisë elektrike mes pare është marrë vendim në qeveri, ka marrë aminin e zotit Kurti, pastaj kjo pjesa e mbledhjes të bordit edhe hartimin një proces verbali formal për ta legjitimuar atë vendim, e pam që ndodhi sot. Kështu që nuk është frikë që qeveria do të del kundër këtij vendimi, për faktin që është vetë ajo që e ka aprovu paraprakisht këta dhe ka mundësu që ata antarë të bordit të zgjedhen nga ai edhe në fund të jenë në funksion të implementimit të agjendës ti edhe politike, po tashme po dihet edhe biznesore.
Zotria Shari, me që kanë mbetur edhe 4 ditë deri në seancën konstituive të kuvendit, pra që të mbahet martën, cilat janë pritjet e juaja sa i përket sigurimit të numrave për formim qeverisë? Ka shumë konfuzion, ka shumë pasiguri se si do të rrjedhin ngjarjet, po ka edhe mosbesim të madh mes partive politike si në kampin e koalicionit që tashme e ka fituar shumicën, po flasë për lëvizjen vetëvendosjen, listën Guxo dhe Alternativen dhe partive tjera opozitare që janë, është një turbulencë që po shkakton paqartësi se si do të rrjedhin ngjarjet, po të njëjtin kohë e kemi edhe në diçka që tashme është e konfirmuar që lëvizja vetëvendosje me koalicionin e saj nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të shtyrë përpara një agjendë për themelimin e trupave të kuvendit, kryetarët, nënkryetarëve dhe pastaj edhe të qeverisë, përveç nëse takimi me një deputet që vjen nga Pakicat, ai ishte Adem Hoxhić, që është drejt për drejt i mbështetur nga lista serbe, i zgjedhur nga ai, nëse nuk ka në marrëveshje që është nën tavolinë e që do të shfaqet në rast se i duhen numrat e deputetëve të listës serbska për ta mundësuar themelimin e qeverisë, do del diçka ajo, metet me pa, për ndryshe shohim që lëvizja vetëvendosje do të shkojnë në opozitë. Si keni parë dhe deklarimet e zyrtarëve të vetëvendosjes, sepse janë mbase pak për të habitur, disa deputetë të zgjedhur të kësaj partie thonë që i kanë numrat e mjaftueshëm, të tjerë thonë që nuk mund ta bëjmë qeverinë pa një koalicion. Nëse shohim, sa krijon konfuzion kjo më pastaj edhe tek publiku? Nëse shohim përbërjen e kuvendit, listën e deputetëve, gjitha partive, po në këtë rast po flasim për lëvizjen e vetëvendosje, këta deputetë që deklarohen nuk din asgjë rreth koalicionit. Do thonë janë aq të painformuar, saqë ata do të shkojnë në kuvend, janë regjistruar dje nëse s'gaboj kanë pas lëvizja vetëvendosje, do të presin seancën, do të ngritin dorën kur t'ju thojnë për me ngrit, për ndryshe nuk e kanë idenë se çka po ndodh me koalicionin. Do thotë është një terr informativ edhe për publikun, po edhe për vetë deputetët e lëvizjeve vetëvendosje. Në lëvizjen vetëvendosje mund ta dinë 2, eventualisht 3. Edhe normal, njerëz të afërt të... Edhe normal kjo komisarja parapolitike Dejona Mihalja me siguri e din. Për ndryshe, Albin Kurti, Glau Kënjusa, dikush tjetër nuk besoj që e din prej deputetëve që janë në listën e deputetëve se çka do ndodh me koalicionin, cilat janë marrëveshjet, për faktin që e kemi parë në mandatin e parë që edhe fjalimet nuk i kanë di derisa kanë dalë në foltore për me lexu, çka kanë me lexu derisa ju ka ardhur e printuar se çka kanë me lexu deputetët në seancë. Kështu që është pak naive me menu që këta deputetë që dalin e flasin që mas pakti e kanë merituar me qenë në ursin e deputetit, po kanë fituar mandatin edhe janë legjitim ato. E din si çka po ndodh. Do thotë pa gjithçka është e dirigjuar nga një ose 2 persona që le të themi janë kokat vetëvendosjes. Albin Kurti, Glau Kënjusa mund ta di gjithsesi Dejona Mihali, për ndryshe tjerë se kanë haberin se çka ka ndodhur deri në datën 15 kur shkojnë seancë. Ka pasur një ftesë, me që ka qenë edhe e vetmja publike nga ana e kryeministrit Kurti, kërshi LDK-s për një takim konsultativ. Pse mendoni që vetëvendosja ka zgjedhur pikërisht LDK-n? Mendoj që ka zgjedhur LDK-n për faktin që momentalisht është më e cenueshmja, që mund ta dëmtoj më së shumti, edhe mund të përfitoj më së shumti vetë politikisht. Mund ta dëmtoj për faktin që LDK-ja ka pasardhësi të brendshme, ka mospajtime në mes të vetë kryesisë së LDK-s, i patëm ato zërat në publik, kundërshtimet, mendime ndryshe, mospranimi në legitimitetit të Lumir Abdigjikut si drejtues, thira për të shkuar në zgjedhje për ta legjitimuar kryesinë e çështje tjera, do thotë e gjen kjo ftesë LDK-n në një paqartësi të brendshme në kuptimin e menaxhimit. Për ta dëmtuar për faktin që zoti Kurti ka ditë përgjigjen e LDK-s. Lumir Abdigjiku në këtë situatë të brendshme politike që është, ka shumë të vështirë të marrë vendim për të bërë marrëveshje me cilën do prej subjekte politike, por sidomos me lëvizjen vetëvendosje, për faktin që nuk i ka sigurta votat e grupit parlamentar që do të votojnë sipas marrëveshjes që ky mund ta bënte me lëvizjen vetëvendosje. Ka zëra kundër që nuk do duhet. Ishin e njëri prej tyre është Abdullah Hoti. Do thotë është naive me menu që Abdullah Hoti do ta votojë zotin Kurti
kur dihet që kur ishte kryeministër zoti Abdullahoti përmes gjykatës kushtetuese urzuaj qeveri, kemi pa gjithfar akuzash, gjithfar gjëra që kanë ndodhur që në fakt kanë qenë të pahishme dhe kjo është njëra prej arsyeve pse LDK-ja nuk mund bënte një marrëveshje, edhe pse në politikë fjala kur nuk përdoret, se gjithçka mund ndodh deri në momentet e fundit, po ka qenë e pritshme që refuzohet kjo ftesë e zotit Kurti dhe ftesa ka qenë sa për të thënë se është ftesë për ta konsumuar çat pjesën për të dhënë shijen e publik të elektoratit se ne ishim të gatshëm me partitë shqiptare, por na refuzuan dhe këtu mandej mendoj që hyn në lojë takimi me zotin Adem Hoxha, që është prej listës serbe e që u takua para ftesës për LDK-n, që mund ketë një marrëveshje nën tavolinë e cila do të aktivizohet pasi të vendoset para publikut, të dihet publiku që lëvizja vetëvendosje u refuzon nga partitë politike shqiptare. Se mendoni se një kërkesë të tillë për një takim të tillë nuk e ka bërë ndaj PDK-s ose AK-s? Për faktin që PDK-ja si partia e dytë me numër të votave ka pas qëndrim qartë, edhe është pretendente për ta themeluar qeverinë në rast se sipas afateve kushtetuese konsumohet e drejta e zotit Kurti dhe lëvizje vetëvendosje për ta themeluar brenda afateve kushtetuese qeverinë dhe nëse dështon atëherë mbetet si opsion që PDK-ja me parti tjera, me alat të tjerë ta kenë të mundësinë që të provojnë ta bëjnë qeverinë. Do thotë edhe një përgjigje paraprakisht e ka pas prej PDK-s dhe arsyeja tjetër është ajo që thash më herët që LDK-ja është më e cenueshme dhe edhe pse ka ditë përgjigjen, qëllimi ka qenë që të përfitoj politikisht duke ftuar LDK-n, po të njëjtin kohë ta dëmtoj LDK-n duke e vendosur para një akti të krymë si shkaktare, pse nuk themelohen institucionet, në këtë rast është LDK-ja, edhe nëse nuk e bën zoti Kurti qeverinë dhe japet mundësia partive opozitare dhe dështojnë ta bëjnë për fajin e LDK-s, prap LDK-ja do të shihet si fajtore që nuk i mundsojnë një qeveri partive opozitare që do ta çonte Kurtin në shtëpi. A mund të cilësohet kjo pjesa përgjigja e LDK-s si tendencioze në kuptimin e bllokimit të institucioneve? Në publik do të shihet si ishte LDK-ja ajo që e bllokoi qeverinë Kurti edhe e pamundsoi krimin e institucioneve. Zotëri Jashari, në përgjigjen, në postimin pra që ka bërë Lumira Abdigjiku, kryetari i LDK-s, pas refuzimit të kësaj ftese, i ka listuar edhe disa prej arsyeve. Ka qenë përdorimi i termit hajvanat, bashkëpunëtor të Serbisë e të tjera. Se e shihni ju këto arsye që ai ka listuar? A do duhej ndoshta pikërisht për këto të mos bëhej bashkëpunime? Ajo që e pam në letrën e zotit Abdigjiku, do ke pak një letër që shkru në emocion, pak me mlef, një lloj hatërmbetje. Pak jo me një gjuhë politike që jemi mësuar me pa prej LDK-s, që kemi pas përgjigje akademike të ftohtë, po me mesazh qartë. Do thotë kemi pa më shumë emocion, më shumë inat, më shumë mlef në atë përgjigje. Diçka e pazakon për LDK-n. Por unë mendoj që çështja e fyrjeve, e sharjeve, etiketimeve është vetëm njëra prej arsyeve që LDK-ja ka refuzuar. Për faktin që në të kaluarën në historinë e vet LDK-ja është njëra prej subjekteve që më shumë t'i ka sharë, më shumë t'i ka fyrë, më shumë t'i ka etiketuar parti tjera, në këtë rast po flas për PDK-n, duke e thirrur, duke e anatemuar me termat më të pa besueshëm. Edhe kemi pa edhe në Kovend, edhe vetë zoti Abdigjiku ka video në fjalimet e tij kur i drejtohet deputetëve, krerëve të partive tjera, si kriminal, si organizatë kriminale, si gjithçka. Do thotë është njëra prej arsyeve që në publik është më e freskët për ta mbajtur mend çështja e termit hajvanat. Arsyeja e vërtetë e LDK-s është historiku i shkurt i një bashkëjetese disa mujore në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, kjo ishte në vitin 2020. I kushtoi shumë Lidhjes Demokratike, rrëzimi i qeverisë në atë kohë. Zoti Kurti ka dëshmuar që nuk mund t'i zihet besë në asnjë marrëveshje partneriteti. Do thotë, kur LDK-ja pranoi të shkonte në qeverisje me lëvizjen vetëvendosje, puna e parë që boni vetëvendosje ishte tentimi për ta bluar përbrenda, për ta shkatruar përbrenda LDK-n. E deri dikon e arriti, sepse në zgjedhjet e radhës pas rrëzimit të qeverisë, LDK-ja ra deri në 12%. Vjosa Osmani dol nga LDK-ja, në atë kohë Agim Veliu u shkarkua, pas një sqarim, do thotë ka prova të mjaftueshme se lëvizja vetëvendosje, në këtë rast zoti Kurti si drejtuesi i saj, nuk
është i qëndrueshëm, nuk është i besueshëm për të nisur një rrugtim politik që do të mund të konsideroj se mund të Ka pasur një lloj frike të LDK-s se do të ripërsëritej historia. Lumir Abdixhiku ka përgjigjur me këtë ftesë për disa arsye. Njëra është frika nga një bluarje për brenda LDK-s, nëse bëhet me lëvizjen e vetëvendosje. Arsyeja tjetër ka qenë pasiguria ose pasqëndrueshmëria në menaxhim që ka brenda LDK-s. Pakënaqësitë që i ka nuk mund t'i shuaj me një marrëveshje politike, sepse gjysma e deputetëve, kushtimisht po them gjysma pa desh me him përqindje sa ne sa kënej, po një numër i caktuar, një grup është për, mund të jetë për, nuk do t'i pengonte ndoshta vota për Albin Kurtin edhe bashkëpjesëmarrjen në qeveri, por një grup tjetër që po flasim për kuadrat më të vjetra në LDK, që kanë historik më të gjatë të përvojës në LDK, janë kundër bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje. Kështu që një marrëveshje ose një ngutje zotit Abdixhiku për të bërë marrëveshje me zotin Kurti, mund të dështonte dhe ta nxjerrte keq në publik kur votat në kuvend nuk dalin ashtu sipas marrëveshjes, sepse e dim që mandati i deputetit është i pavarur, nuk është i detyrueshëm të votojë sikur qëndrimi i partisë dhe kjo e pamundson atë konfidencën e një lideri që pa një marrëveshje, pa një konsenzus brendshëm të bëjë marrëveshje koalicione me dikën. Ndër koalicionet e para që është përfolur ka qenë edhe ai vetëvendosjes me Nisman, por si duket tani më janë shuar zërat, le të themi kështu, për një koalicion të mundshëm mes këtyre dy partive. Edhe është drejtu vëmendja tashmë s'fundi ka LDK-ja, pastaj edhe ka komunitetet jo shumicë. Ajo që kemi parë, mendoj që ka qenë ngutshme vetofrimi i zotit Limaj edhe nismës socialdemokrate drejt lëvizjeve vetëvendosje. Ndonse mund ta kuptojmë zotin Limaj dhe Nisman për faktin që ka vetëm 3 deputet, edhe ekzistenca e saj politike si parti parlamentare varet prej marrëveshjeve ose koalicioneve. Pa koalicion nuk do të mund të hynte në kuvend, pa pjesëmarrjen e qeverisje, eventualisht shkuarja në zgjedhje, që është njëra prej opsioneve nëse dështon konstituimi i kuvendit edhe themelimi i qeverisë, nisma socialdemokrate nuk do ta kalonte pragun më. Kështu që çdo tentim i zotit Limaj për të bërë marrëveshje, qoftë me pozitën ose me opozitën e dëridjeshme, për të ardhur në qeveri është ekzistenciale për të. Kështu që deri dikon kuptohet, megjithëse mendoj ka qenë ngutshme vetofrimi pa ftuar askush drejt lëvizjeve vetëvendosje, e çka bën që lëvizja vetëvendosje ta injoroj të mos e marrë si të mirëqenë ofertën e zotit Limaj dhe ta lej në publik ashtu të devalvohet si mundësi për të krijuar qeverisje me të. Ndonse tani kur kemi krizë numrash edhe lëvizja vetëvendosje ka pasë nuk i ka gjitha votat e komuniteteve pakicë, sërbe dhe jo sërbe. Mund të drejtohet mbase sërish. Atëherë e shet të domosdoshme, e të pakapërcyeshme edhe bashkëpunimin edhe me nismën, diçka që e pam që edhe shefja e grupit parlamentar e pranoi dje ose kur ishte në intervistë në një prej televizioneve. Kam 59 numra. Po, kjo prap nuk i siguron, është e pazakontë që deputet nga partitë minoritare, jo sërbe, të dalin kaq kundër, kaq shumë me kërkesa. E besoj që prap vim të sjellja e zotit Kurti që ka dalë që nuk është lider që i mban fjalën, nuk është lider që i konsideron marrëveshjet me partnerët në qeverisje si diçka që duhet zbatuar, dhe ato premtime që ju ka bërë deputetëve nga pakicat duket se nuk janë realizuar dhe kjo ka bërë që ata të mos i besojnë më. Kurse edhe kemi pas edhe një kërkesë të pazakonte njerëz nga deputetët, në këtë rast zonja Dude Vale, për themelimin e një komune bosnjake. Është e pazakontë, është jo ligjore krijimi i komunave në bazë të etnicitetit. Komunat me shumicë serbe janë themeluar në një fazë tjetër të krijimit të shtetit, edhe ka qenë kusht me pakon atisarit, që t'ju mundsohet krijimi i këtyre komunave me qëllim në atë kohë të sigurimit për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe një lloj sigurie që shtetësia e Kosovës në arenë ndërkombëtare të pranohej, duke dëshmuar se shteti i Kosovës nuk i diskriminon pakicën serbe, edhe ajo histori e afërt me shumë pasoja që ishte nga lufta, ku serbët ishin ata që bën gjithçka në Kosovë, krime, domethënë ka ardhur si pako. Tash, kur flasim për themelimin e një komune, janë një sër faktorësh që duhet plotësohen kushte për të qenë
një komunë funksionale. E njëra ndërto është edhe sigurimi i ekzistencës nga tyrat vetanake. Duhet këtë banor, duhet këtë territor, duhet këtë bizneset mjaftueshme që paguajnë tatimin. A mendoni se një kërkesë tillë po e bën vetëm sa për të mos ja jap votën për? Duket që këto kërkesat maksimaliste që janë, është ndoshta një përgjigje politike edhe kogja diplomatike për mos t'i thënë jo lëp çka s'mund t'jap. Edhe në këtë drejtim e shoh edhe unë. Diçka që mendoj që nëse dështon zoti Kurti për ta bërë qeverinë, kjo kërkesë është edhe diskutueshme nëse flasim për një marrëveshje me partitë opozitare. Mendoj që do të ketë tërheqje nga kjo. Zotria Shari, a mendoni se kryeministri Kurti i ka menduar në fakt si të mirëqena votat e partive të komuniteteve jo shumicë, me që deri më tash nuk ka pas një drejtim ka partitë opozitare? Mendoj që secili prej liderëve të Kosovës, në këtë rast liderëve të partive politike, i ka konsideruar si të mirëqena votat nga deputetët e komunitetit pakisë, në këtë rast jo serbe, për faktin që ata e kanë pas atë pjesën e tyre në pushtet, edhe jenë konsideruar, jenë trajtuar natyrshëm pa një dallim mes tyre. Ajo që ka ndodhur me qeverisin Kurti, dhe pse kemi këtë situatë tani, e kemi një diskriminim ndaj disa prej përfaqësuesve të partive të vogla minoritare, po një favorizim të skajshëm të disa prej përfaqësuesve të partive prap minoritare. Kur po flasim për Emilia Rexhepin, njëra prej përfaqësuesve të një subjekti politik, edhe Elbert Krasniqin, që ishte ai ylli i qeverisë Kurti, kur po flasim në bazë auditore, e kemi pas ato kryefjalë, bashkë me Xhelal Sfeçlen, do thotë ky dallim i madh që është bërë në favorizimin edhe dhënien pushtet të një përfaqësuesi nga komunitetet, edhe injorimi total i pjesës tjetër, ka bërë që edhe mbrana partive ose subjekteve, deputetëve që vinë nga subjektet të vogla partive minoritare, të ketë kjo pakënaqësi edhe ta kërkojnë trajtimin e njëjtë. Nëse ka mundësi që të trajtohet Emilia Rexhepi e privilegjuar, pse s'ka mundësi në këtë rast, hipotetikisht Dude Bale ose kushdo që është deputet i një subjekti tjetër politik. Dhe kjo ka bërë që për herë të parë ta kemi një situatë e pazakonshme kur partitë minoritare vendosin kushte që në ndukje duken të patekalueshme. Pas këtyre takimeve që ka pasur kryeministri Kurti me komunitetet jo shumicë dhe pas një pjesëse pra një mos konfirmimi nga disa prej këtyre partive, ka pas më pastaj edhe një reagim të Kurtit se ka ndërhyrje direkte të Serbisë sa i përket formimit të qeverisë Kosovës. A vlerësoni se me të vërtet ka ndërhyrje apo është përdorur kjo gjë nga Kurti? Por nuk është për mu çudit që Serbia ndërhyn ato ku mundet. Po nëse i referohemi zotit Kurti se në Kosovë është vendos randi i ligji, nga veriu bandat jenë i kemi për zonë. Nëse thuhet që është vendos kontroll edhe ushtrisë sovraniteti edhe në atë pjesë të veriut, atje prej nga vinë këta deputet nga lista serbe, edhe ndikimi i Radojčić, i cili ishte ai që i përfshim edhe në rastin Banjska. Thotë, po na del shumë kontradiktore nëse themi që tash prap ata i pas kemi edhe kanë mbrit deri sa është lartë sa ta pengojnë edhe themelimin e qeverisë. Do thotë, është përdorur shumë për fushat politike, çështja e veriut edhe vendosja e sovranitetit atje, po përdoret edhe tani për ta arsyetuar dështimin e vet në publik, për të vendosur një pozitë të palakpueshme parti tjera shqiptare, cilat më të drejtë mund të refuzojnë për të qenë pjesë e një përbërje të një koalicioni. Do thotë është shumë kushtetuese, ligjore, legjitime, që një subjekt politik të mos e sheh interesin e vet politik për të qenë pjesë e një përbërje ose një koalicioni që do ta qeverisë vendit. Thash, duke thënë që Serbia po ndërhyn, Serbia po saboton themelimin e qeverisë, ai tërthorazi pa u përmend emrin, ka aluduar në partitë opozitare. E këtu prap vjen në pyetje që LDK është më e goditura, sepse ndaj LDK-s me njëherë pas kësaj deklarate i dërgoj ftesë, duke ditë përgjigjen që do ta merrte negative. Dhe përgjigja jo e LDK-s mund të interpretohet tek qytetari thjesht që nuk bën analizë politike ose merret me çështje tjera që jo domosdoshmërisht mund ta njeh realitetin politik këtu, mund të interpretohet se po pjesë asaj fushate sabotuese të Serbisë përmes licës serbe, LDK-s e të tjerëve, ju pa mundësuar zotit Kurti që ta bëjë qeverinë.
a ekziston vetëm një arsye reale pse qeveria Kurti po përballet me problem për sigurimin e votave. Është pabesia e tij ndaj partnerëve, gjuha e tij konfliktuese, acaruese, ofenduese ndaj subjekteve politike, tendencat që me gjithçka të lidh me Serbinë, edhe atëherë kur s'ka pas fare të bëj me asnjë aspekt në lidhje me Serbinë, dhe është legjitime që parti tjera të ndihen të kërcënuara nga ai për faktin që mund të hupin vota në publik nga elektorati i tyre, edhe mund të kenë të lashën e organizimin e brendshëm për shkak se ofrimi me ta mund të i kushtoj me përgjithësimin partisë që ndodhi LDK-s. Zotëria Shari, si mund të interpretohet edhe kjo pjesa e realizimit të takimeve? Pra, fillimisht takimet me komunitetet jo shumicë, e tek më pastaj drejtimi, orientimi tek LDK-ja në këtë rast, ose mbase ndonjë parti tjetër opozitare. Duket që i ka marrë si të mirëqenia votat e komuniteteve jo serbe në kuvend, dhe ka llogaritur që e ka edhe një vot nga lista për komunitetit serb, në këtë rast është një vot e cila është deklaruar pro hyrjes në qeveri, pro marrëveshjes, dhe një deputet që nuk është për listë serbe, po ka marrë një mandat. Në këtë rast kemi 9 deputet të listë serbe, po vetëm një serb që ka marrë mandat deputeti, dhe ajo është i gatshëm të bëhet pjesë e marrëveshjes për koalicione. Dhe ka llogaritur që mund ta bëjë numrin 61 pa pasur nevojë për parti tjera shqiptare, duke dashur që deri në zgjedhjen e presidentit ta mbaj këtë ritëm qeverinë, dhe pastaj si zakonisht duke i fajsuar partitë opozitare, edhe pse s'kan gishtë në vendimare, të shkojnë në zgjedhje nëse është nevojshme që duhet të shkuën zgjedhje për shkak të zgjedhjes së presidentit. Zotëria Shari, sa janë gjasat për të krijuar qeveria nga partitë opozitare, sepse ka një lloj gatishmërie edhe nga PDK, edhe nga LDK, nëse Kurti nuk arrin ta bëjë një gjë të tillë? Mendoj që gjasat janë reale, megjithse gjithçka do të mbetet me u konfirmuar me datën 15, kur kemi seancën konstituive, aty do të merret vesh se cilat janë marrëveshjet e zotit Kurti që mund të jenë nën tavolinë dhe nuk janë për publikun deri më tani, për faktin që edhe PDK edhe LDK për herë të parë deklaruan që nuk do ta votojnë kryesuesin e kuvendit, kryetarin e kuvendit, edhe pse me kushtetuti takon partisë më të madhe në zgjedhje që del, që ta propozoj emrin e kryetarit të kuvendit, deri më tani nuk kanë pas problem në zgjedhjen e tina, po kësaj here për shkak të dallimeve të mëdha për çareve që janë deklaruar se nuk do ta votojnë. E çanën kupton që do ta shohim, do të ketë një test në kuvend, nëse zoti Kurti ka një marrëveshje, një kartë në mëngës që do ta nxjerrë me datën 15, apo e presim ata fatin kushtetues 15 ditor kur mandatohet për ta themeluar qeverinë, edhe mandatet i kaloj opozitës. Sa do të jetë i lehtë ndoshta një bashkëpunim i mundshëm, megjithëse është pak sa hipotetike ende për ta thënë, por sa do të jetë i mundshëm një bashkëpunim mes partive opozitare, marrë parasysh që LDK insiston në postin e kryeministrit, teksa PDK-ja po ashtu si parti e dytë. Po mendoj që PDK ka dalë një herë borxhi, për mos më thon borxhi, është në borxh në këtë rast LDK-ja tek PDK-ja, sepse një herë ka lëshu mandatin e postin e kryeministrit, zoti thashë nëse gabon vitin 2017, kur është tërheq prej pozitës së kryeministrit, dhe zoti Isa Mustafa në atë kohë vjen si kryeministër, edhe pse ishte si subjekt më i vogël, dhe tani është pak edhe e pa drejtë edhe besoj e pa mundur që LDK-s të japet mundësia edhe pozita e kryeministrit. Por a e mendoj që do t'i bëj partitë opozitare bashkë, përfshi këtu edhe minoritetet, në votimin e një qeverie të opozitës është fakti i nevojës tyre për të mos shkuar në zgjedhje. Do të ketë më shumë nevojë për të bërë bashkë, ta kalojnë këtë test, të marrin mandatin, se sa të shkojnë me një herë në zgjedhje, për shkak që një numër i këtyre deputetëve mund të mos zgjidhet në zgjedhjet tjera që do të bëhen. Sidomos ata deputet që në publik, ata deputet që në publik perceptohen si shkaktar pse shkuam në zgjedhje prapë. Qytetari në përgjithësi nuk e pret mirë shkuarjen në zgjedhjet jashtëzakonshme për shkak të refuzimit për t'u marrë vesh. Do thotë për ta ndarë pushtetin, domethënë po dihet saktë edhe qartë kush më shumë e kush më pak, se është në pyetje vetëm pushteti, marrja e pushtetit,
arsye pse një qeveri nuk mund themelohet, po i drejton kutive të votimit përsëri. Kështu që ata deputet që mund të jenë për herë të parë, e kanë shumë problem të shkojnë zgjedhje përsëri, ata deputet qoftë edhe për minoriteteve, partive minoritare, mund të mos zgjedhen më deputet, e është bukur shumë një humbje për ta, humbje personale, kështu që do t'i konsumojnë hapat deri në rrezikun final për të shkuar në zgjedhje. Atëherë mendoj që secili do të zbut nga kërkesat, po qoftë edhe ata që i prini koalicionin, këtë rast zoti Bedri Hamza, mendoj që do të bëhet pak më gjeneroz, pak më bujar që t'i plotësoj disa prej kërkesave tyre, kështu që do ta gjeni mes për të mos e quar vendin në zgjedhje. Bazuar në gjitha këto zvarritje, le të themi kështu, sa besoni që do krijohet një qeveri e cila mund të ketë mandat 4 vjeçar? Apo mbase do krijohen mundësit vetëm për krijim të një qeverie edhe 1 vjeçare deri në zgjedhjen e presidentit vitin tjetër? Ky raport i mandateve që kanë partitë politike nuk siguron një qeveri stabile 4 vjeçare. Do të kemi një qeveri me afat shkurtër, rreth 1 vit, deri në prillën e vitit tashëm, kur është koha për të zgjedhur presidenti, dhe është e domosdoshme që të shkohet në zgjedhje tjera, për faktin që pa vota televizjeve të vendosje si subjekti më i madh nuk mund zgjedhet presidenti, nuk mund sigurohen 80 vota në kuvend për ta votuar presidentin. Kështu që është, më thonë, pak naive me menu që një qeveri e opozitës mund t'i merr vota televizjeve të vendosje për ta votuar presidentin. Po edhe një figurë konsensusi që mund delte opozit për ta votuar nuk e pres. Kështu që është e domosdoshme që kjo qeveri ta ketë një mandat 1 vjeçar, edhe viti i ardhshëm në prill do të na gjejmë me zgjedhje të jashtëzakonshme. A do ishte atëherë më udhës të mbaheshin edhe një palë zgjedhje të tjera? Unë mendoj që ato do të jetë rezultate nëse shkojmë tani. Do thotë nuk është zgjidhje. Megjithatë, një mandat 1 vjeçar do të japte një qytetarit mundësi të reflektonte. Qoftë për fajtorin pse shkuan në zgjedhje, kush e shpëtoi vendin pa shkuar në zgjedhje, qoftë në punën që do ta bëj kushdo që zgjedhet si kryeminist edhe qeveri. Do thotë raporti i forcave në numra do të dallonte mas 1 viti nëse mohen zgjedhjet në raport me zgjedhjet nëse shkojnë më njëherë. Se nëse shkojnë më njëherë në zgjedhje, mund të ketë për një minus deputet 2-3 një parti, po ato jemi. Prap nuk do ta kemi një ndryshim as të madh të rezultatit të zgjedhor sa të mund bëjë një qeveri pa pas nevojë për bashkëpunim njëra me tjetrën. E qartë, zotëria Sharit, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditare. Kënaqësi, si gjithmonë, faleminderit. Vazhdojmë tutje të nderuar shikues me të tjera